Të dashur qytetarë, dita e djeshme ishte e ngarkuar, ashtu si çdo ditë e këtij mandati, sepse zhvillova aktivitete në Gjakov, Deçan, Pej, Istog dhe Gjilan. Ndërsa mbrëmjen e përfundova në Prishtinë, ku ndoqa ndeshjen e Kosovës në futboll. Pas mesnatës, mora veturën para ministrisë dhe u ktheva në shtëpi. Në orët e vona, një hibrid kriminal kishte qenë i porositur dezhurni para ministrisë që duket se ishte duke kryer detyrën për të cilën paguhet. Veproi sipas shpifjes së zakonshme, duke raportuar se ministri ka qëndruar deri në orën 12 të natës në zyre duke fshehur dosje. E sot në mëngjes, Klan Kosova gdhiu me lajmin senzacional para ministrisë duke raportuar drejt për drejt për një fshehje dosjesh që gjoja kishte ndodhur një natë më parë. Për këto pretendime të pabaza, kam ndërmarrë hapat e duhur dhe jemi në proces të përgatitjes së padisë ndaj këtij mediumi. Dua të falenderoj organet e rendit dhe të drejtësisë për efikasitetin e treguar mëngjesin e djeshme. Një raportim spekulativ i mbrëmjes paraprake mjaftoi për të aktivizuar ata qysh në orën 8 të mëngjesit. Ndërkohë, për 4 vite me radhë, kemi dërguar qindra lëndë që dëshmojnë korrupsion dhe dëm financiar që është shkaktuar Republikës së Kosovës në vlerë deri në 500 milion euro, por nuk kemi parë asnjë lëvizje nga ta. Me gjast ne kanë lënë sinë. Prandaj, ndjej obligim posaçërisht ndaj 133.987 qytetarëve që së fundi kanë shprehur besimin e plot në punën time si minister, veçanërisht në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Si shenjë mirënjohje për këtë besim, ju siguroj që jam i vetëdijshëm për të gjitha veprimet që po ndërmerren nga disa mekanizma, si dhe për mënyrën se si po organizohet propaganda, shpifjet dhe përpjekjet për denigrim. Jam i vendosur ta mbroj punën time të ndershme dhe ta ruaj dinjitetin personal dhe dinjitetin familjar. Për ata që dëshirojnë të shpallin luftë ndaj meje, luftë do të ketë. Dhe për një kauz të tillë, në shërbim të luftimit të krimit dhe korrupsionit, e në mbrojtje të dinjitetit tim personal, jam i gatshëm çdo ditë të vdes. Ne e dim që ju nuk e thoni të vërtetën. A ka ma patërpsi se sa një individ që pretendon që është një prej gazetarëve ma eminent të ashtë quajtur në Kosovë, pa fije turpi e pranon publikisht se për 3 muaj rresht ka gënjy në studiot televizive. E na e dim që ju e thoni të pavërtetën edhe që jeni në shërbim të shpifjes, gënjeshtrës edhe helmimit të opinionit Kosovë. Po me qenë se e ke pranu që për 3 muaj me vedi e keni thonë të pavërtetën, tregoni atëherë se ka ardhur gjithë ky sponsorizim, nga e dini që një parti politike ka pas si asnjëherë më parë burimeve të financave, edhe cilë është kontributi i kësaj partie edhe partive të tjera në financimin e juaj për të lansu shpifje dhe gënjeshtra. Shkoni dhe mandej, tregoni se si i tregoni përmes WhatsAppit edhe kryetarëve të partive politike se cilat duhet në qenë qëndrimet në konferenca për media. Nikosisht është mirë mi tregu opinionit, sepse ka pas një përkraje kaq madhe nga disa media, gazetare, analist që shpifjen e lansojnë të pavërteta,
se si dhe pse është tentu artificialisht të rikthehet triumfalisht për kroja për LDK-n. Krejt është të thjesht për shkak se ambicia ka qenë me rikthy LDK në nivel të përqindjes ku pamunësohet vazhdimi i qeverisjes së mirë të Kurti 2 që ishte në Kosovë. E krejt kjo ka pas për synim rikthimin e LDK-s në një përqindje që do të pamundësonte themelimin e qeverisë Kosovës, e rrjedhimisht rikthimin në rolin e saj që e ka pas vdekjes së Ibrahim Rugovës të nën-kontraktores besnike për të realizuar pushtetin zhvatës të